shaj solidariteti me pjesën muslimane, edhe një pjesë atyre krishterë kanë agjeru Ramazanin për disa ditë. Ja kem dhënë fjalën njëri tjetrit që këtu ku është derë gjaku i komandant Agimit, forcat serbe nuk do të shkelin për gjallë tonin. Humbjet bilanci jonë ka qenë 114 dëshmorë që i kem humbur. Ndërsa forcat armike mesatarisht sipas planifikimeve tona i kanë 800 ushtarë të humbur në fushë betejë. Me rastin e 25 vjetorit të heqjes me pushkë të kufirit mes shqiptarëve, e njohur si betejë e Kosharës. Po, sa i përket çështjes së luftimeve apo regrutimit në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës, motiv kem pas secili banor, secili shtetas i Kosovës ka pas motivin, ka pas arsyeën për të luftuar. Shumë prej arsyeve, gjitha ato masakra, ai gjenocidi pa parë që ka ndodhur ndër vite, qysh nga vitet 81, eksaktësisht 90, 92, 94 e tjerë mbi popullin ton, mandej dalja publike apo e njohur si sulmi në Prekaz mbi familjen Jashari, ky ka qenë motiv kyç për neve për me nda mendjen edhe me u bashku Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës. A unë është me nga të regu njohjen e juj me Agim Ramadanin, si dhe personazhet të tjera që janë kyçe ndoshta në mos themi në Ushtrinë Qlirimtare të Kosovës? Po, unë isha i kyçur qysh në vitin 98 në fillet e para në Glogjan, Junik e tjerë, ndërsa komandant Agimi bashkë me komandantin Rustem Berisha me 26 qershor të vitit 98 konkretisht vinë nga territori i Shqipërisë, na bashkangjiten neve në Jasiq edhe në Junik. Aty kanë qenë kontaktet e para me këta dy komandant, cilët e kishin ardhur me i forcu radhët tona edhe me vazhdu luftën si të fuqishëm. Agimin në njofta si një person i thjesht, modest, nuk e disha kush është, çfarë emni, s'kish emën, nuk ish figurë publike, po du me thonë atë kohë, ishte një njeri thjesht si gjithë luftarët tjerë. Gjatë bisedave me Agimin, kujtohet biseda parë që kisha me to, kur unë si i ri nuk kisha shumë informacione sa i përket Zhegres, Gjilonit, fshatit Agimit e tjerë në ato rajone. Biseda parë me to ka qenë rreth kësaj teme. Ish për mu pak e çuditshme në atë kohë, një djalë i Zhegres me ardhur në Junik në luftë, ish diçka e papritshme, dhe pyetja parë që unë ja bona Agimit, i thash pse s'ki shku në Zhegër me liftu, po ke ardhur në Junik. Agimi me një buzëqeshje të lehtë, më drejtu tha ushtarët e Serbisë, tha janë të njëjtë, si në Zhegër, si në Junik, si në Drenica, si në Llap ose kudo tjetër. Tha njëjtë, tha kudo që jep kontributin, tha për çlirimin e Kosovës, tha është e njëjtë. Mandej kanë vazhdu bisedat me Agimin, ishte me uniform jo shumë të rregullt, një armë jo diçka moderne, ishte modest. Gjatë bisedës që kemi zhvillu në atë pjesë të Jasiqit, konkretisht në oborrin e dëshmorit tani Bashkimi Jasiqi, e kemi zhvillu bisedën. Mandej biseda ka qenë lidhur me angazhimin ton që kishim luftë, betejat, aksionet e ndryshme që veç ne i kishim ndërmarrë para kësaj kohe. Gjatë zhvillimit bisedës me Agimin e kom vrejt që pyetjet që ai më adresonte mu ishin pyetje shumë profesionale ushtarake. Mandej ajo kurreshtja me shkëmby përvoja, me shkëmby informacione, ka vazhdu, kemi kriju një shoqni personale kështu,
dhe derisa kem vazhduar atëherë edhe ditë të rrallës e kështu me radhë. Çu shë more versi para orë Ramazanit? Çfarë ndjenjash ishin ato momente? Para se me tregu këtë pjesë, kisha pas dëshirë me tregu edhe lidhur me aktivitetet tona ushtarake në vitin 98 me agim Ramadanin, për shkak se populli shqiptar, populli Kosovës e tjerë nuk kanë shumë informacione për agimin para Kosharës. Më thonë, njihet si agimin betejën e Kosharës, mirë po betejën e Kosharës e kemi thy me thyrja kufinit ka ndodhur me 9 prill, komandant agimi ka rënë në fushë betejë me 11 prill. Domethënë, pavarësisht 3 ditë luftime kanë qenë të komandant agimit aty. Mendoj që pjesa para thymjes kufinit, vitin 98, ka qenë aktivitetet shumë dimensionale, aktivitete që akoma nuk janë bë publike për opinionin, të cilat i atribuohen komandant agimit. Pjesa që nga 26 qershori që thash vitit 98 deri me 9 prill vitit 99 ka qenë një pjesë shumë e lavdeshme, ka qenë një pjesë e organizimit shumë aksioneve, kryesisht luftë gorile në bjeshkët e Junikut, Gjocajve, Jasiqit dhe rrethin. Ka qenë Juniku disa aksione si beteja Kallavajt e tjerë, dhe një pjesë e konsiderueshme këtyre aksione kanë qenë të organizuara mjaft mirë nga komandant agimi dhe komandant Rustemi bashkë me neve. Në kuadër të këtyre aktiviteteve ne kemi formuar edhe njësinë Kobra, që njihet si paraardhëse e brigadës 138 Agim Ramadani e mëvonshme, dhe njësia Kobra ka qenë përgjegjëse për zhvillimin e këtyre aksioneve apo luftës guerile në ato bjeshk. 4 aksione kanë qenë shumë të suksesshme në ato bjeshk që akoma nuk është fol fare rreth tyne, cilat përmendet aksionin në kazermën në Pllaqicë të Junikut, ku komplet një formacion ushtarak tyne e kemi shkatru, e kemi eliminu dhe jemi tërheq në bazën tonë. Kjo ka ndodhur me 15 shtator të vitit 98. Mandej aksioni tjetër ka qenë në vendin e quajtur Podinat e Agës në bjeshkë Botush, ku bashkë me komandant agimin kemi organizu aksionin tjetër, ndrimin e pjesëtarëve të ushtrisë serbe, të cilët shkonin në rast të Zogit apo të Gomurt, siç e quajmë ne, dhe kemi organizuar aksionin në atë pjesë dhe shkatrimin e komplet atij kamioni me ushtarë serb, cilët ishin përgjegjës për vrasjen dhe plagosjen e ushtarëve të ushtrisë qeveritare të Kosovës, cilët bartnin armatimin nga të gjitha zonat e Kosovës, duke përfshi zonën operative të Drenicës, Llapit, Shalës, Dugagjinit e tjerë. Domethënë, ajo ka qenë një pikë kthese kur ne e kemi neutralizuar njësi famkeqe të ushtrisë jugoslave dhe kemi mundësu kalimin e ushtarëve në formën më të lehtë. E përmend të thyrjen e kufirit, po çfarë rëndësie ka pas thyrja e kufirit? Pas këtyre aksioneve dhe disa tjerëve kemi kalu në fshatin Papaj, në rrethinën e Bajramcurit. Aty kem zhvilluar aktivitete trajnuese dhe stërvitore të ushtarëve që nga shtatori i vitit 98 deri me 9 prill të vitit 99 e kemi shfrytzuar maksimalisht këtë kohë për stërvitje dhe trajnime të gjithë ushtarëve dhe profilizimin në gjinit të ndryshme ushtarake, siç janë minahesa, topat, pa dridhje, me dridhje, kundërajrort, mitrolozat e kalibrave të rond, forcat toksore e tjerë, gjitha i kem zhvillu trajnimet paraprakisht. Trajnimet janë diçka e domosdoshme për rezultatin fushbetej. Kjo edhe u dëshmu me marrjen e vendimit në
përthymjet kufinit me 9 prill 99. Pas marrjes vendimit me 9 prill 99 për thymjet kufinit, gjitha njësitë ushtarake ishin në pozicionet e tyre dhe motivi i gjithë ushtarëve ka qenë i jashtëzakonshëm për luftë. Ka qenë një sër morish paraprake që ka ndodhur zhvillimet gjenocidiale të pushtetit Miloševićit në atë kohë në territorin e Kosovës, masakra e Izbicës, masakra e Reçakut, masakra të ndryshme në territorin e Kosovës, dhe këto gjitha ishin motiv për neve për luftë deri në çlirimin definitiv të Kosovës. Me qemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, ajo ka ndodhur ndonjëherë që gjatë periudhës së luftës të t'ju nxjerrë Ramazanit, me thonë, në përmoj. Edhe a keni agjëru, faktikisht a ka pas pjesëtarë që kanë agjëru edhe në pavarësisht atyre kushteve? Po, kem pas një rast. Unë personalisht nuk e kom agjëru Ramazanin në atë kohë, edhe pse e praktikoj kohë të tjera, po ka pas rast që kanë agjëru Ramazanin, kem pas ushtarë dhe komandant të njësive të ndryshme edhe të besimeve krishtere aty, në ato pjesë, dhe në shaj solidariteti me pjesën muslimane edhe një pjesë atyre krishterë kanë agjëru Ramazanin për disa ditë. Edhe sa u ka në vështirë të pas parasysh faktin që keni qenë në një hapësirë ku nuk ka pas as mundësi për më ushqy, as mundësi për ujë, edhe kanë qenë kushtet inekzistente, me thonë, sa u ka në vështirë për ata, ajo ka mbajtur kujtesën e juaj. Sa i përket kushteve, formacionet ushtarake të mirëfillta, dihet që luftë mirë nuk ka asnjë vend botës, mirë po hallka e tretë e zinxhirit komandues është pjesa logjistike, e cila ka qenë mjaft mirë organizuar dhe e udhëhequr mirë. Domethënë, në raste normale, pjesa logjistike ka për detyrë me furnizue pjesën e vijës frontale. Gjithë ushtarët cilët i kemi pas në vijën frontale ka për detyrë me furnizu me municione, me artilleri të ndryshme, predha të ndryshme dhe me ushqime, ujë e tjerë. Ka pas raste kur kjo është vështirësu për shkak të luftimeve intenzive. Ka pas raste kur predha armike ka godit ekipen tonë të logjistikës komplet, siç është rasja e vrasjes së heroit komandantit Abaz Thaçi nga Skënderaj, vrasja tine bashkë me disa pjesëtarë tonë dhe atë ditë për shembull është vështirësuar pjesa logjistike e furnizimit në vit frontit. Ka pas raste të ndryshme të tilla. E veçantë e kësaj ka qenë se derisa është përfundu lufta komplet dhe është fut forcat e NATO-s në formën e Komsërisë, nuk e kemi nshun për asnjë moment ato pozicione dhe ato kazerma. Ndërsa në pjesën e vijës frontale, luftimeve, parafërsisht ka qenë 6 kilometra thellësi në drejtim të Kosovës, nga vija kufitare me Shqipërinë, ka qenë ndërsa në krahun e djathtë dhe të muajit të fushbetejës ka qenë parafërsisht 15-16 kilometra shtrirja pikës kufitare. Sukses tjetër përveç këtyne pozicioneve në nivelin taktik, ka qenë edhe thymja definitive apo heqja me forcën e armës së kufinit të ish Jugosllavisë në atë kohë apo Serbisë që quhej në atë kohë, dhe kjo ka pas një ndikim politik shumë të madh në arenën ndërkombëtare, sepse Miloševići nuk ka mujt me u thirr në raportet e integritetit të quajtur të tij territorial mbi territorin e ish Jugosllavisë në atë kohë. Domethënë, kjo ka qenë një diçka që i ka dhënë jehon shumë të madhe dhe ka qenë një grumbullim i mediave ndërkombëtare në mulueshmërinë e betejës koshorës dhe transmetimi i këtyne lajmeve në gjithë Evropën dhe botën. Komandant Agimi ishte i afërt me të gjithë ushtarët,
ishte shumë komunikativ me ta dhe e dënin, gjithë pjesëtarët e formacioneve e dënin, pjesëtarët ishin të lidhur emocionalisht me to. Pas ramjes së komandant Agimit, ne jemi tubu si bashkëluftarë të Agimit në atë vendin e quajtur Rasa Koshares apo Livadhi Mehmetit që quhet, dhe aty jemi betu, ja kem dhënë fjalën njëri tjetrit që këtu ku është der gjaku i komandant Agimit, forcat serbe nuk do të shkelin për gjallë tonin. Ja kem arrit me mbajt premtimin, betimin që kem dhënë dhe ashtu ka dalë. Kem pas shumë humbje në njerëz deri bashkëluftarët më të afërt tonë, kem humb edhe komandantin Saliqeku, kem humb edhe Xhemail Fetahun, Abaz Thaqin, pe i komandantëve zot që kanë qenë aty, derisa edhe unë jam plagos herën e dytë monat pik dhe asnjëherë nuk e kem nshu ato territore, asnjëherë komba e serbe nuk e ka shkel atë pjesë të atij rajoni. Sipas konventave ndërkombëtare, ushtari ka drejt me vrau ushtarin, është e lejuar se po të mos ish kjo e lejuar, atëherë nuk ka luftë kërkun botë. Po, domethënë humbjet bilanci jon ka qenë 114 dëshmorë që i kem humb gjatë 2 muaj e gjys luftime deri në çlirimin definitiv të Kosovës me 14 qershor apo futja e NATO-s kombësëria në territorin e Kosovës, ndërsa forcat armike mesatarisht sipas planifikimeve tona i kanë 800 ushtar të humbur në fushë betejë. Kësaj shifre i shtohet edhe artilleria jon apo granatimet tona që i kem gjujt në territorin e armikut, që mesatarisht ka qenë e ngarkune një kamjan pre dhe artillerie në ditë që i kem gjujt në territorin e tyne. Pra edhe pjesa e tyne, siç unë e thëm me shok me bashkëluftarët mi, thëm jo vetëm ne që kem pas vështirësit, po edhe ata kanë pas shumë vështirësi për me qëndru në vijën e frontit, kanë pas shumë humbje, kanë pas shumë plagosur, mirë po vendimi apo urdhri nga qeveria e atëhershme famkeqe e Beogradit ka qenë që me çdo kusht me rikthy ato pozicione, me vendos sovranitetin e tyne, gjë që s'kan mujt me bo kurrë, deri në tërheqjen definitive me 15 qershor të vitit 98, tërheqjen drejtim të Serbisë kokë ulur, ushtarët demotivuar edhe tërhequr një herë për gjithmonë nga tokat tona.